I njohur për qëndrimet e tij të drejtë për drejta, Myslim Murrizi ishte deputet dhe kandidat më 11 maj ironizon vendimet e KAS për hapjen e kutive në disa qarqe. Sipas tij hapen kutit në të gjithë vendin dhe të bjerë rahat të gjithë ata që garuan në listë hapur, pasi sipas tij, ata që ishin te lista e mbyllur nuk reverasin mendjen. Po zhgënjehem shumë që antarët e KAS nuk po vendosin hapjen e të 5200 kutive të votimit në të gjithë Shqipërinë, që të bjerë rahat e gjithë politika dhe të gjithë kandidatët e listave të hapura, se ato të listave të mbyllura as ju ndjen fare çfarë bëhet, jo me kutit por as për partitë dhe qytetarët. Kjo është një betejë e madhe që kërkon mbështetje logjistike, përgatitje për luftë dhe armatim të rënd, por do pak kujdes se ku duhet mbështetur dyfeku, se ka disa që ju dhem, disa që kënaqen kur ju mbështet dyfeku në vend delikat. Në fundit kur je i bashkuar në diversitet, do ta pranosh kudo që ta mbështesin dyfekun diversitet, ironizon Murrizi. Ky fundit ka reaguar thuajse çdo ditë. Për atë që ka ndodhur më 11 maj, ai pretendon të marrë mandatin edhe pse me vota kjo gjë nuk ndodhi, pasi pavarësisht numrit konsiderueshëm të votave, ai nuk arriti dot hyj në parlament. Mirë po duke ju referuar emrave që janë në listë mbyllur, që kanë llogaritë hapura me drejtësinë apo që mund të kenë së shpejti, Murrizi ka pritshmëri pozitive për ta marrë mandatin në shtator. Madje deklaratat e tij të fundit kanë tronditur jo pak demokrat brenda Partisë Demokratike. Murrizi ka kërkuar thuajse çdo ditë analizë të thellë brenda Partisë Demokratike për disfatën e 11 majit. Ai ironizon shpesh ata që nuk kanë këllqe të votohen nga shqiptarët, por futen në listat mbyllura sepse i tremben votës.